تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër madhështor, domethënë libri I besimit nga Sahih Muslim, me shpjegim të djetarit kolosal الإمام العلامة الشيخ ربيع رحمه الله. Dhe jemi te kapitulli ku thuhet babu bejani ghiladhi tahrimi nëmime, kapitulli mbi sqarimin e ashpërsisë së ndalimit të nëmimës, të thashmethemeve, të përcjelljeve, domethënë të fjalive në mënyrë që me shkaktu shkatrim dhe prishje. Këtu në këtë kapitull autori Imam Muslim rahimahullah ka përmend tre hadithe që janë domethënë nga Hudhaifa radiallahu anhu, ku thot Hudhaifa radiallahu anhu: sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulu al-jannata namam, nuk ka me hyrë në xhennet namamxhiu, ai që domethënë merret me thashmetheme. Dhe po ashtu një rivajet tjetër ku thot Hudhaifa radiallahu anhu, po ashtu se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë la yadkhulu al-jannata qattat, nuk hyn në xhenet domethënë po ashtu qattat ose namam, siç e thot Imam Uthaymin rahimahullah, se kanë domethënien të njëjtë, domethënë ai I cili merret me transportimin dhe përcjelljen e fjalëve në mënyrë domethënë që me shkaktu prishje në mesin e muslimanëve. Dhe padyshim domethënë se këto hadithe dhe këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë domethënë kërcënim të ashpër për atë njeri I cili merret me fjalë dhe me I transmetu dhe me I përcjell që me shkaktu domethënë prishje dhe dëm në mesin e muslimanëve. Dhe po ashtu dhe hadithi I tretë ku thot Hudhaifa radiallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al-jannata qattat, do të thonë nuk ka me hyrë në xhennet ai I cili merret me thashmetheme. Thot Sheikh Rabia rahimahullah se këto hadithe aludojnë se kjo vepër të merret njeriu me thashmetheme në atë kuptimin domethënë që me shkaktu prishje është mëkat prej mëkateve të mëdha. Është mëkat prej mëkateve të mëdha, sepse ajo është domethënë synimi I tij është qëllimi I tij është domethënë mbartja e fjalëve që me shkaktu prishje. Domethënë synimi dhe qëllimi I tij domethënë është el ifsad, me shkaktu prishje. Dhe thot Sheikh Rabia rahimullah se kjo është domethënë një krim I madh. Që është një krim I madh dhe është domethënë mëkat prej mëkateve të mëdha, dhe prandaj ky person e meriton këtë kërcënim, që të kërcënohet domethënë që mos me hy në xhennet. E thot shehu, nëse ai e di një gjë e tillë, se është mëkat, dhe e vepron dhe po ashtu e bën halal, thot shehu, bën istihlal për këtë mëkat, atëherë domethënë ai bëhet në këtë pabesimtar, bëhet domethënë del nga feja, dhe hyrja e tij në zjarr ka me qenë hyrje të qafirave, që s'ka me dal domethënë asnjëherë nga zjarri I xhehenemit. Domethënë nëse bën domethënë istihlal, e bën halal këtë mëkat që Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë ndaluar.
Dhe thot Imam Uthemini rahimahullah se en-namima e kanë shpjeguar dietarët duke thënë domethënë se është transmetim ose mbartja e fjalëve nga njëra palë te pala tjetër, duke synuar vetëm prishje. Duke synuar domethënë vetëm prishje. Këtu thot Sheikh Uthemini rahimullah kemi dy qëndrime ose nga dy këndvështrime. Këndvështrimi i parë sa i përket domethënë vepruesi i kësaj vepre, që ai domethënë me këtë vepër ka bërë një mekat për mekateve të mëdha, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtu domethënë se nuk ka me hyrë në xhennet, në xhennet, dhe po ashtu edhe në anën tjetër këndvështrimi domethënë ose çështja e atit personit që i shkojnë fjalët. Thot Sheikh Uthemini rahimahullah, këtu duhet domethënë qëndrimi i muslimanit me qenë mos me ja pranu atit fjalët. Mos me ja pranu domethënë fjalët dhe mos me ja hedh domethënë veshin atit personit, sepse synimi i tij është domethënë në prishje e jo përmisim, e jo asesi domethënë në përmisim. Pastaj thot Sheikh Rabia rahimahullah këtu e përmend edhe një hadith tjetër që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka kaluar pranë dy varreve dhe ka thënë yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir wa innahu la kabir kana ahaduhuma la yastatiru min al-bawl wa kana al-akhar yamshi bin-namima. Këtu tregon pejgamberi alayhi salatu wasalam se kur ka kaluar pranë dy varreve dhe ka treguar domethënë se këta dy njerëz po dënohen, po ndëshkohen. Dhe nuk dënohen për diçka të madhe, por ajo është në realitet e madhe, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Çka është këtu kuptimi domethënë wa ma yu'adhabani fi kabir? Domethënë ato nuk ndëshkohen, nuk dënohen për diçka e madhe. Thot Sheikh Rabia rahimahullah, domethënë nuk është e madhe ose e rëndë që njeriu të shmanget këtyrve gjërave, që njeriu të shmanget domethënë pa pastërtisë dhe të ruhet gjatë kryerjes së nevojës së vogël. Nuk është kjo domethënë shumë e rëndë për njeriu. Dhe po ashtu edhe largimi nga en-namima. Nuk është e rëndë domethënë që njeriu mund të largohet. Por ajo është wa innahu la kabirun, por këto dy veprime, nëse i bën njeriu, domethënë nuk përkujdeset gjatë kryerjes së nevojës së vogël, ose edhe është në mëngji, atëherë domethënë këta dy vepra domethënë janë të mëdha, mëkate të mëdha domethënë te Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasallam se i pari domethënë nuk është kujdesur gjatë kryerjes së nevojës së vogël, e i dyti domethënë ka ecë në mesin e njerëzve domethënë duke mbar thash në theme. Thot Sheikh Rabia rahimahullah. Por prej kësaj dietarët kanë bërë përjashtim. Kanë bërë përjashtim domethënë ajo përcjellja e njerëzve të qiltër, çështjet e njerëzve që bëjnë prishje në tokë tek pushtetarët. Këtu domethënë nuk është nemima. Nëse je një njeri i qiltër dhe këshillues, dhe di ai domethënë se ka njerëz që bëjnë prishje në tokë, fesad, atëherë nuk hyn domethënë në kuptimin e nemimës, por domethënë Sheikh Rabia rahimahullah thot, edhe po ashtu edhe Sheikh Uthemini rahimahullah thot se është domethënë përjashtim dhe këtu patjetër domethënë këto prishës që janë në tokë duhet domethënë me i kap pushtetari dhe ai ka këto kompetenca që me i kap përdore dhe me i ndalu domethënë nga prishjet që ka në tokë. Si për shembull thot Sheikh Rabia, ata që i promovojnë domethënë pijet narkotike ose hajdutllloqet, ai domethënë merren domethënë me vjedhje, me plaçkitje, ose ata njerëz domethënë që janë plaçkitës të rrugëve, ose ata që shesin pije alkoholike, ose ata që e përhapin dhe promovojnë bidatin dhe dyshimet dhe fitnet, pa dyshim thot Sheikh Rabia rahimahullah se këta janë prishës në tokë dhe duhet të ndalen nga kjo fitnja dhe këto probleme
dhe këto domethënë krimet që i bëjnë, dhe ai që i ndal dhe i parandalon është domethënë në pushtetari legjitim. Është domethënë pushtetari legjitim. Pra thot Shekh Rabia rahimullah se ennemima, mbartja e fjalëve është domethënë mëkat prej mëkateve të mëdha që e meriton domethënë na vepruesi këtë kërcënim. Këtë kërcënim i cili bën domethënë na i cili nxiton që me shkaktu prishje në mesin e muslimanëve, sepse Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar për vllaznillëk, për përmirësimin e raporteve në mesin e besimtarëve dhe domethënë të përdoren mënyra dhe metoda dhe shkaqe që i afrojnë zemrat e muslimanëve dhe që shkaktojnë domethënë dashuri dhe afërsi dhe përkrahje në mes tyre domethënë në hajër dhe në mirësi. Kurse, thotë Shekh Rabia rahimullah, kjo ennemima, mbartja e fjalëve, është domethënë prej shkaqeve të përçarjes dhe ndoshta edhe mundet me shku puna domethënë edhe në vrasje. Sepse ajo i ka domethënë në pasojat të rënda. I ka domethënë pasojat të rënda. Prandaj thotë Shekh Rabia rahimahullah, se kur të vjen ty, thotë Shekhu, do një njeri i cili merret me fjalë, me thashmetheme, dhe qëllimi i tij është domethënë fitne, thotë Shekhu, e para, gjëja e parë domethënë, hapi i parë, mos ja pranon. Mos ja pranon. Domethënë, nëse të vjen dikush që e njehish, të del përpara, domethënë, e njehish, edhe e vren domethënë se ky njeri ka qëllim dhe synime domethënë me shkaktu prishje. Hapi i parë, thotë Shekhu rahimahullah, mos m'ia pranon. Sepse thotë Shekhu, kjo vepër që e vepron ai është vepra e mëkatarëve. Njerëzve domethënë që i kalojnë kufit Allahu subhanahu wa taala. Pra domethënë ai me bërjen e këtij mëkatit ka bërë domethënë mëkat të madh. Ka bërë domethënë në mëkat të madh, prandaj nuk i pranohet atij transmetimi dhe fjalët që i mbart. Dhe po ashtu thotë Shekhu, do kesh mendim domethënë të keq për të. Me pas mendim të keq, jo me pas mendim të mirë. Do thonë nëse të vjen dikush, Shekhu thonë, nëse të vjen idha ja'aka insan ajo është njeri, edhe para teje është, edhe vren se ka synime të tilla, këta domethënë mos më ja pranu fjalën, me ditë se ai ka bërë me këtë domethënë mëkat të madh, mos më transmetu fjalë që ti kanë thënë dhe me mendu keq për të. Dhe me mendu domethënë keq për të. Këta domethënë çështjet e menhexhit po ashtu. Këta çështjet e menhexhit, që të harrush menhexhin, që të harrush që të kujdesesh për fen tënde. Jo çdo njëri që del edhe ti ja vërteton fjalën, edhe ja pranon, edhe të hyn dyshimet, edhe hyn ja lexon dyshimet. As duke din kush është, a është njeri, a është shejtan, edhe i thith ato, ditë për ditë, mbrëmje, mëngjes mbrëmje, edhe pretendon dashuri për menhexhin selefi. Kjo nuk është dashuri për menhexhin selefi. Duke i shkal rregullat e menhexhit selefi. Se Allahu subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." O ju që keni besuar, nëse ndonjë fasik, ndonjë mëkatar, u sjell ndonjë lajm, do të thonë ai me kët nemimën bëhet fasik. Allahu thot, ju verifikojni mirë, me verifiku, me kontrollu mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë. që e keni bërë. Pra thot Shekh Rabia rahimahullah, se kjo do më thonë për detyrë e ke, thot Shekhu, jejib, e ke detyrë që mos t'ja pranojsh do më thonë fjalët, sepse ai me këtë transmetim që e bën, me këtë mbartje fjalëve,
bëhet domethënë me këtë vepër bëhet domethënë fasik. Edhe hyn në këtë ajet domethënë. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Edhe këtu Allahu drejtohet besimtarëve, o ju që keni besuar. Nëse vjen ndonjë fasik, atëherë duhet me kontrollu lajmin, duhet me verifiku. Jo me pranu, edhe me punu, edhe me përhap. Këtu e përmend Imam Uthemini rahimahullah çështjen e cila është më e keqja, gënjeshtra ose mbartja e fjalëve. Shehu thot, e përmend një fjalë të poetit, ku thot poeti, li hilatun fi men yanim, wa laysa fil kadhabi hila, man kana yakhluqu ma yaqul, fa hilati fihi qalila. Domethënë, poeti thot, kam një mënyrë për të marrë me ai i cili mbart fjalë. Do thonë mos m'ia pranu, siç e tha shehu. Ti shmangesh. Por me gënjeshtarin nuk kam asnjë mënyrë. Ai që shpik atë që thot, nuk kam çfarë t'i bëj. Nuk kam çfarë t'i bëj, sa e shpik. E ka rrugë, domethënë, e ka bërë rrugë. E pastaj ti ja pranon krejt. Ai ka rrugë gënjeshtrën, ti ja ke pranu gënjeshtrën. Po thot Sheikh Uthemini rahimahullah, në bazë të fjalës së poetit, do të thotë domethënë se gënjeshtra është domethënë më e keqe. Gënjeshtra është domethënë më e keqe. Por padyshim domethënë edhe çështja e mbartjeve të fjalive domethënë në mënyrë të prishjes, edhe ajo domethënë është dëm i madh. Është domethënë dëm i madh. Pastaj kapitulli tjetër thot El-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية والتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Kapitulli është mbi sqarimin e ashpërsisë së ndalesës, lishimi I robës nën kyçin e këmbës, përmendja e dhuratës, mashtrimi në tregti me betim të rrem, dhe sqarimi I atyre të treve që Allahu nuk do t'u flasë në ditën e gjykimit, as nuk do t'i shikoj, as nuk do t'i pastroj, dhe për ta do të ketë dënim të dhimbshëm. Dhe për ta do të ketë dënim të dhimbshëm. E përmend këtu hadithin e parë, I cili transmeton Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Qala qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin. فقال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله. Kjo do të thonë tre lloj njerëzish që Allahu subhanahu wa taala nuk do t'u flasë në ditën e gjykimit, as nuk do t'i shikoj e as nuk do t'i pastroj, dhe për ta do ketë dënim të dhimbshëm. Këtë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam 3 herë ka përsërit. 3 herë domethënë. Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu duke dëgjuar hadithin, I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush janë ata domethënë? Dështuan dhe humbën ata, kush janë ata o I dërguari I Allahut? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot, el-musbil wal-mannan wal-munaffiqu sil'atahu bil-halaf al-kadhib. Do thonë, ato tre janë. Ai I cili ka domethënë veshjen e tij, rrobat e tij domethënë në kyçin e këmbës, ai el-mannan, ai domethënë që ja përmend njeriu të mirën që ja ka bërë, bamirësinë dhe mirësinë, ja përmend dhe e dëmton. Dhe I treti është domethënë ai I cili betohet në mënyrë të rremtë,
duke gënjy, domethënë që vetëm me shit mallin e tij. Do thonë betohet për mallin e tij, domethënë duke e ditë se gënjen. Për këto 3 persona kanë ardhur ky domethënë kërcënim. Kërcënimi është domethënë që Allahu subhanahu wa taala nuk do t'u flas në ditën e gjykimit, nuk do t'i shikoj e as nuk do t'i pastrojnë, dhe për ta do të ketë dënim të dhimbshëm. Pastaj hadithi tjetër, po ashtu ku e përmend Imam Muslimi rahimahullah, një hadith tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim wala hum adabun alim. Pra, do të thonë 3 persona që do kenë, do të thonë që Allahu nuk do të flasë aty në venditën e gjykimit, nuk do të shikojnë, as nuk do të pastrojnë, dhe për ta do të ketë dënim të dhimbshëm. Kush janë ata? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sheikhun zani wa malikun kadhab wa ailun mustakbir. Do më thonë plaku që bën zina, mbreti gënjeshtar dhe një i varfër mendjemaf. Dhe një i varfër mendjemaf. Do më thonë, për këto ka ardhur ky, do më thonë, kërcënim të ashpër, që Allahu subhanahu wa taala nuk do t'u flasë në ditën e gjykimit, as nuk do t'u shikoj, as nuk do t'i pastrojnë, dhe për to ka dënim të dhimbshëm. Kush janë këtu të përmendur në këtë hadith e Abu Hurajras radiallahu anhu? Është, do të thonë, një plak i cili bën zina, një mbret i cili gënjen, dhe një varfër i cili është arrogant ose mendje maf. Pastaj hadithi i radhës që transmeton Abu Hurajra radiallahu anhu, që është hadithi e Abu Bekrit radiallahu anhu, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu, thalathun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum adabun alim, rajulun ala fadli ma'i al-falat يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطي منها لم يفي. Këtu hadithi tjetër, domethënë, që po ashtu janë këta lloj njerëz të kërcënuar, domethënë, me këtë dënim që Allahu nuk do t'u flasë në ditën e gjykimit, as nuk do të shikojnë, as nuk do t'i pastrojnë, dhe për ta do të ketë dënim të dhimbshëm. Kush janë ata? Ka treguar pejgamberi alayhi salatu wassalam, është një njeri, domethënë, që është në shkretir dhe ka ujë, domethënë, të mjaftueshme ose të tepërt. Ka ujë të tepërt dhe vjen udhtari i cili ka nevojë për atë ujë dhe ky e pengon. Dhe ky ja pengon atë ujë. Për atë person ka ardhur, domethënë, ky kërcënim. Që ka ujë ai, domethënë, të mjaftueshëm dhe e pengon, domethënë, udhtarin nga ai ujë që me pi ai vet, që me shujt, domethënë, në etjen. Po ashtu tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush është lloji i dytë i këtyre njerëzve, domethënë, që një njeri që pas namazit të ikindis shet një mall dhe betohet në Allahun subhanahu wa taala se ka bler me një çmim të caktuar, ndërkohë që nuk është e vërtet, dhe blerësi e beson, dhe blerësi ja beson, kurse ai, domethënë, nuk është e vërtet ai çmim që ja tregon. Kurse ky tjetër, domethënë, i beson për shkak se ai betohet. I thot pasha Allahun, wallahi ka që kam blet. Edhe ky besimtari musliman ja beson. Dhe lloji i tretë është, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe një njeri që jep besën një udhëheqësit, një pushtetarit, vetëm për interesat të kësaj bote. Nëse ai udhëheqësi i jep nga kjo dynja, e përmbush besën, por nëse nuk i jep, nuk e përmbush. Nëse nuk i jep, nuk e përmbush. Do thonë të çështja e tij është cilët rreth dunjas, rreth pozitave, rreth parave, po i dha pozit, po i dha para,
po i dha vend punë, atëherë e përmbush. Po si dha domethënë, atëherë nuk e përmbush. Thot Shekh Rabia rahimahullah, këtu janë përmend domethënë 9 lloj njerëzish që e kanë domethënë këtë kërcënim në ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit që Allahu subhanahu wa taala nuk do të flasë aty në vet, as nuk do të shikoj, as nuk do t'i pastrojnë, dhe për to do të ketë dënim të dhimbshëm, dhe një gjë e tillë, një kërcënim i tillë ka ardhur edhe në librin e Allahut subhanahu wa taala ndaj qafirave. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim." Do thonë Allahu as nuk do të flas atyre, as nuk do të shikoj në ditën e gjykimit, as nuk do t'i pastrojnë, dhe për to do të ketë një dënim, domethënë të ashpër të dhimbshëm. Këtu thot Shekh Rabia rahimahullah se El Hafidh an-Nawawi rahimahullah e ka interpretu shikimin e Allahut subhanahu wa taala me kuptimin e mëshirës dhe butësisë. Dhe ky është një keq interpretim, është një interpretim i gabuar, dhe është sipas rrugës të Esharive, të cilat e kanë marrë një gjë e tillë nga medhepi i Xehmive. Edhe këtë shikoni barakallahu fikum, ato domethënë gabime që i ka El Hafidh an-Nawawi rahimahullah, dhe po ashtu El Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, do të thonë kur vin dietarët, a është ai shpjegimi i Sahih Muslimit, a është ai shpjegimi i Sahih al-Bukhari, domethënë dietarët patjetër i potencojnë, i përmendin domethënë gabimet ku kanë ra këto dy dietar. Qoftë ai domethënë Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ose El Hafidh an-Nawawi rahimahullah. Pra domethënë e përmend këtu Shekh Rabia rahimahullah se kjo është domethënë një keq interpretim dhe një interpretim i gabuar, që është domethënë sipas adetit dhe rrugës të Esharive, që mburon domethënë nga medhepi i Xehmive. Pra domethënë ne e pohojmë për Allahun subhanahu wa taala shikimin, e pohojmë për Allahun subhanahu shikimin, dëgjimin, dijen e kështu me radhë. Si që ka ardhur në librin e Allahut subhanahu wa taala dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Te hadithi i parë, ku tregon Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përsëriti 3 herë. Dhe kjo tregon, thot Shekhu Themini, Shekh Rabia rahimahullah, do më thonë se sa të shëmtuara dhe të neveritshme janë këto mëkate. Sa të shëmtuara dhe të neveritshme janë këto mëkate, sa që do më thonë tha Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, khabu wa khasiru, men hum ya Rasulullah. Do thonë ata kanë dështu dhe janë humbur. Kush janë ata, o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? I pari që përmend këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është el musbil. Do më thonë ai i cili e lishon petkun e tij, pantolonat e tij, robën e tij në kyçin e këmbës. Në kyçin e këmbës. Çaj do më thonë na kërcënohet me kët do më thonë me kët dënim. Dhe thot Shekh Rabia rahimullah, disa njerëz kanë thënë se ky dënim dhe ky kërcënim vlen vetëm për ata njerëz që lishojnë petkat, rrobat e tyre nër kyçin e këmbës, që e bëjnë kët me ose nga mendje madhësia. E përndryshe jo. Shekhu thot Shekh Rabia rahimahullah se ai do më thonë që e bën nga mendje madhësia, hyn patjetër do më thonë këtë kërcënim. Po edhe më e pakta që mundemi të themi këtu, është do më thonë se një gjë e tillë është haram, është e ndaluar. Është do më thonë e ndaluar. Edhe e sill Shekh Rabia rahimahullah një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që isbalul izari min al makhila, roba poshtë kyçit të këmbës është prej arogancës, është domethënë prej mendje madhësisë. Domethënë këtu është përmend në mënyrë të përgjithshme.
në mënyrë domethënë të përgjithshme. Thot Shekh Rabia rahimullah, sa i përket robave në lidhje me këmbët poshtë, i kemi domethënë 3 situata. Situata e parë është që është sunnet. Është sunnet. Ajo është, thot Shekh Rabia, deri në mesin e kërcirit të këmbës. Deri në mesin e kërcirit të këmbës, domethënë. Kjo është parafrasisht domethënë prej te kyçi te gjuni këtu mesi parafrasisht. Kjo është domethënë mine sunna. Kjo është sunnet. Edhe po ta shihni domethënë sidomos në Medinë për shembull, ka disa domethënë prej talebëve që i kanë kushtuar shumë rëndësi kësaj çështje domethënë, edhe që është domethënë çështje për me lavdru. Se kjo është domethënë mine sunna, në mes domethënë, se dikush për shembull, që shkon ndoshta hera e parë për umra ose për hax, edhe takon një talebe, edhe ai zbaton këtë sunnet, mendon ky ndoshta e ka pre theubin të shkurtër, sepse nuk është mësuar me pa ashtu, edhe mendon se ka shkurtuar gabimisht. Jo, ajo është mine sunna, ashtu është sunneti. Kjo është situata e parë. Situata e dytë është ajo situatë që është e lejuar. Deri mbi kyçet e këmbës. Mbi këtu domethënë. Deri mbi kyçet e këmbës është situata e dytë dhe situata e tretë thotë Shekh Rabia rahimullah, e cila është haram, e ndaluar, dhe ajo është domethënë që me kalu petku ose rroba poshtë ose nër kyçeve të këmbës. Këto janë 3 situata. Situata e katërt domethënë nuk ekziston. Nuk ekziston, barakallahu fikum. Pastaj e transmeton e përmend tu Shekh Rabia rahimullah në shpjegimin e tij një hadith të Ebi Durejin Jabir ibn Sulejm radiyallahu anhu. Ku tregon Jabir ibn Sulejm radiyallahu anhu, ra'aytu rajulan yasduru an-nas an ra'yihi, la yaqulu shay'an illa sadaru anhu. Pash, thot Jabir ibn Sulejm radiyallahu anhu, pash një burr, një njeri, domethënë se çka thoshte ai, njerëzit veproshin sipas asaj. Ishin domethënë i bindshën fjalëve të tij. Atëherë qultu men hadha, kush është ky? Qalu, më than, hadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ky është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Do thonë ky përshkruan domethënë situatën e sahabëve ridwanullahi alaihim. Do thonë kur thoshte diçka e pranojsh. Nuk thoshte se ai tjetri i shku për gjo, po edhe nëse ta bën kët, edhe nëse na bën kët. Jo, binshin. I binshin domethënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë tha Jabir ibn Sulejm radiyallahu anhu, alejke selam ja Rasulallah. Alejke selam ja Rasulallah. Marraten, 2 herë i thash. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqul alejke selam, fa inna alejke selam tahiyyatul mayyit. Kështu domethënë jepet selam domethënë ndaj të vdekurve. Qul assalamu alejke. Thuaj assalamu alejke. Domethënë shikoni edhe këta gjëra të vogla dhe të imta dhe detaje, me njëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam u mësonte sahabëve ridwanullahi alejhim. Qala qultu anta rasulullah, i thash, ai e ti i dërguari Allahut? Qal ana rasulullah alladhi idha asabaka darrun fad'awtahu kashafa 'ank wa idha asabaka 'amun sanatin fad'awtahu anbataha lak wa idha kunta bi ardin qafra aw falatin fadallat rahilatuk fad'awtahu raddaha 'alayk. قال قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق. وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه.
Këtu Gjabir ibn Sulejm radiallahu anhu kur I tha ai I tij dërguari I Allahut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salatu wasallam I tha po, unë jam I dërguari I Allahut, ai domethënë Allahu është që nëse të godet donjë fatkeqësi dhe ti e thret atë I lutesh, ai ta largon atë. Nëse të godet fatësi dhe ti e lut atë, ai të jep furnizim. Dhe nëse ndodhesh në shkretir dhe humb kafshën tënde dhe ti e thret atë, ai ta kthen. Pastaj I thash, thot Gjabir ibn Sulejmi radiallahu anhu, pastaj I thash, më jep një porosi. I kërkon një porosi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, mos e shaj askënd. Mos e shaj askënd. Sahabiu radiallahu anhu thot, pas kësaj nuk e kam shar as një njeri, qofta I lir ose rob, as deve e as dele. Do thonë, lije mo që s'kum shajt njerëz, po as edhe kafshët nuk I kam shajt. Në bazë të porosisë që ma ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Porosia tjetër ishte, I thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, mos e përbus asgjë nga e mira. Qoft edhe të flasish me vllajën tënd me fytyrë të qeshur dhe të hapur. Kjo është nga mirësia. Ngrije rrobën tënde deri në mesin e kërcirit. Nëse nuk mundesh, atëherë deri te kyçet e këmbës. Ruaju nga zgjatja e rrobave poshtë, sepse ajo është nga mendjemadhësia, dhe Allahu nuk e do mendjemadhësinë. Nëse dikush të shan dhe të përqesh për diçka që ai e di se ndodh tek ti, mos ja kthe me të njëjtën edhe pse ti di gjëra për të, sepse pasojat e kësaj do t'i binë mbi të. Sepse pasojat e kësaj do t'i binë domethënë mbi të. Padyshim domethënë se kjo është hadith madhështor dhe porosie madhështore që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Gjabir ibn Sulejmit radiallahu anhu, dhe shihet qartë domethënë se sahabët ridwanullahi alehim domethënë e kanë pas kërkimin e dijes, synimi I tyre kanë qenë që me punu me dijen, me zbatu. Se thot, sa ja ka dhënë pejgamberi alaihi salatu wasallam këshillën, porosinë e parë, thot e kum zbatu. Që pas kësaj nuk ndodhi që unë të shaj dikën. Qoftë ai njeri I lirë ose rob, ose qoftë kafsh, dele ose deve. Do thonë e ka zbatu me përpikshmëri porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prandaj sepse për shkak se sahabët ridwanullahi alehim I kanë zbatu porosit, urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë largu prej ndalesave që kanë ndalu, kjo është shkaku domethënë I suksesit. Që kanë pas musliman sukses dhe janë ngritur dhe janë bërë domethënë prijes në tokë. Sepse kanë marrë domethënë çdo gjë të kësaj fesë në mënyrë serioze, në mënyrë të përpikt. Çdo gjë domethënë. Që u kanë ardhur, menjëherë domethënë janë mundu që me e çu në vend dhe me e zbatu. Pastaj te çështja lloji I dytë që u përmend në hadith është el-mennan. El-mennan domethënë ai që u përmend njerëzve të mirën që u ka bërë. Këtu edhe thotë Sheikh Rabia rahimahullah se kjo është domethënë prej mëkateve të mëdha. Është mëkat prej mëkateve të mëdha. Se Allahu subhanahu wa taala thotë يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. Domethënë, përkthimi është: O ju që keni besuar, mos I shkatroni lëmoshat tuaja me përmendje të bamirësisë dhe me fyerje, siç bën ai që jep pasurinë e vet sa për syefaqe të njerëzve, dhe nuk beson në Allahun dhe ditën e fundit. Shembulli I tij është si një gur I madh I lëmuar, që mbi të ka pluhur dhe e kur e godet atë një shi I madh, e le të zhveshur. Ata nuk kanë asgjë nga ajo që kanë fituar.
ata nuk kanë asgjë domethënë nga ajo domethënë që kanë fituar. Prandaj thotë Sheikhu Sheikh Rabia rahimahullah, nuk i takon besimtarit që ai me pas këtë sifat, këtë cilësi domethënë të ulët dhe të neveritshme, që është domethënë edhe prej mëkateve të mëdha. Përmendja e lëmoshave. Se Allahu Teala thotë mos i prishni domethënë. Mos i shkatroni, mos i anuloni lëmoshat e tuaja, duke a përmend të tjetrit. Edhe Sheikhu Themini rahimahullah thotë, ka disa njerëz edhe selamin domethënë ta përmendin. Hyn edhe këtu kjo. Unë i dhash selam, unë isha i pari, unë e kështu, unë isha, thotë Sheikhu Themini rahimahullah, hyn këtë domethënie. Hyn në këtë domethënë kuptim. Barakallahu fikum. Po ashtu lloji i tretë, që është përmend këtu, ai domethënë që bën mashtrim ose mashtrime në tregti duke u betu në mënyrë të rrend, thotë Sheikhu Sheikh Rabia rahimullah, domethënë i betohet atij të mushteriut, duke i thënë domethënë se këtë mall e kumblet për 20.000 rial, kurse në realitet është 10.000 rial. Kurse në realitet domethënë është 10.000 rial. Kjo është domethënë është domethënë hyn në këtë kuptim dhe thotë Sheikhu rahimahullah, hyn edhe në këtë kuptim edhe nëse është çmimi dallimi i vogël. Për shembull, ai e ka blet me vërtet 10.000. Ai i betohet atit mushteriu që ka përballë, i thotë e kumblet 10.100 rial. Edhe nëse janë fjalë këtu 100 rial, ama ai betohet në mënyrë domethënë të rrend, hyn këtë kuptim këtu dhe këtë kërcënim. Do zguzon kur betohesh, zguzon domethënë me lut çmimin edhe me manipulu çmimin. Se në bazë të betimit pastaj tjetri ta pranon. Mendon se me të vërtetë domethënë malli, qoftë ajo makina, qoftë diçka tjetër, ka kushtuar aq. Barakallahu fikum. Dhe është thotë Sheikhu Sheikh Rabia rahimullah, është domethënë prej mëkateve të mëdha, është prej mëkateve të mëdha, edhe tregohet domethënë shëmturia dhe neveria e këtij mëkati që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 herë ka përsërit këtë. E ka përforcu domethënë që të jemi domethënë të paralajmëruar, të paralajmëruar. Po ashtu këto te hadithi tjetër që janë këto 3 tjerit ose 3 grupe, 3 lloje tjera të njerëzve që Allahu nuk do t'u flasë aty në ditën e gjykimit, as nuk do t'i shikojë, as nuk do t'i pastroj, edhe do ketë për to domethënë dënim të dhimbshëm, të ashpër, është domethënë i pari këtu, ai Sheikhu Zani, domethënë plaku i moshuari i cili bën zina. I dyti domethënë mbreti që gënjen dhe i treti është domethënë i varfri, domethënë që është arrogant ose mendjemath. Për këta thotë Sheikh Rabia rahimullah, e meritojnë këtë kërcënim. Për shkak se të gjitha këto lloje njerëzish nuk kanë asnjë farë nevojë me i pas to sene. Sepse ai plaku nuk e ka më atë domethënë ato ndjenje, atë epshin domethënë për marrëdhënie intime. E kjo tregon nëse ai ka vazhdu domethënë me zina edhe në moshën të shtyr, kjo tregon domethënë se ky njeri ka natyrë të prishur dhe të ligët. E ka natyrën të prishur dhe të ligët. Sepse nuk është ajo domethënë kërkesa aq shumë e madhe sikurse domethënë te i riu. Zinaja është ndaluar domethënë edhe për të rit, edhe për ata që janë në moshë të mesme, edhe për ata që janë në moshë të shtyr. Ama kjo është edhe më e neveritshme. E dyta thotë Sheikhu Sheikh Rabia rahimullah, sa i përket mbreti i cili gënjen. Ai mbreti thotë Sheikhu Sheikh Rabia rahimullah, nuk ka nevojë domethënë me gënjy, sepse ai ka pushtetin. Ai nuk ka nevojë domethënë të duke domethënë ose me fitu simpatitë e njerëzve. Sa ai është mbret, askush domethënë s'e ne prek. Njerëzit do të kanë nevojë që të paraqiten të mirë edhe ku e di si tek ai. E ai tash me gënjy, pa me pas nevojë, pa ti rrezikohet asgjë atit, kjo tregon domethënë se është me vërtet
i prishur, është i prishur. Dhe lloji i tretë, domethënë, thotë Sheikh Rabia rahimullah, është ai domethënë i cili është i varfër, po me gjitha situatën që e ka, shfaq arrogancë dhe mendjemadhësi. Edhe pse nuk ka domethënë asnjë shkak që me shty që të bëhet domethënë në mendjemadh. Prandaj këto tri grupe ose lloje të njerëzit domethënë e meritojnë këtë kërcënim në ditën domethënë e gjykimit. Pastaj hadithi tjetër është domethënë tri lloje tjera. Është lloji i parë domethënë ai i cili është në shkretir dhe ka ujë, do një pus ose si ti themi sot një qeshme, edhe kalon një udhëtar që ka nevojë për atë ujë dhe ai e pengon. Ai ja pengon atë ujë domethënë që hyn domethënë në këtë kërcënim të ashpër. Domethënë thotë shefu, ai ka aq ujë sa që ai vetë domethënë nuk ka nevojë më për të. Edhe tash kalon një udhëtar që ndoshta i rrezikohet edhe jeta nga etja dhe ai domethënë e pengon. Që ndoshta pengesa si pasojë të pengesës së tij e çon njeriu domethënë në vdekje dhe në shkatrim. Prandaj domethënë ky njeri ka bërë domethënë një mekat të madh. Është domethënë mekat prej mekateve të mëdha, me e pengu tjetrin domethënë nga ujti. Edhe po ashtu domethënë ai i cili betohet pas namazit të ikindis për çështje të tregtisë, domethënë duke gënjy. Pse është përmend këtu domethënë pas namazit të ikindis? Thotë Sheikh Rabia rahimullah, për shkak domethënë se kjo kohë është kohë domethënë e mirë dhe në të domethënë bashkohen, thotë Sheikh Rabia, me laçet e natës dhe e ditës dhe dobi të tjera. E ai domethënë këtë kohë kur betohet në Allahun subhanahu wa taala, që kjo vetë është e madhe dhe kjo tregon që ai nuk e respekton Allahun subhanahu wa taala siç i takon atij, edhe në anën tjetër edhe kohën domethënë nuk e respekton. Atëherë domethënë janë domethënë dy çështje që bashkohen edhe e tregon domethënë madhështinë të këtij mekatit. Po ashtu një person i cili ja jep besën një udhëheqësit, një pushtetarit, por ja jep besën për vetëm, ja jep besën domethënë për çështje të dunjas. Nëse ai pushtetari i jep atit, i dhuron atit diçka prej dunjas, ai domethënë e përmbush atë besën. E po si dha, nuk e përmbush. Shikoni tash çfarë fjalë të fuqishme thot Imam Rabia rahimullah në këtë kontekst. Thot el mu'min, besimtari i vërtet, besimtari i cili beson ditën në Allahun subhanahu wa taala, ditën e gjykimit. Besimtari, thot Sheikh Rabia, ja jep besën pushtetarit për shkak të Allahut subhanahu wa taala. Li ajlillah, thot, për Allahun. Jo për dunja. Li ajlillah. Ta'atan lillah. Duke u bindur Allahu subhanahu wa taala, do thonë, ja jep besën pushtetarit për shkak se Allahu subhanahu wa taala të ka urdhëruar. Është bindje dhe nënshtrim ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe kështu zbatohet domethënë ligji i Islamit dhe të muslimanëve. Që të me pas domethënë rregulla dhe me pas domethënë dobi të shumta. Me pas dobi domethënë të shumta për muslimanët. Kjo duhet me qenë domethënë niyeti i besimtarit. Dhe në anën tjetër me pas edhe kujdes për çështjen e derdhjes së gjakut. Sepse lufta kundër tij çon në kaos, në trazira, që këto domethënë sjellin që mos m'ia dhën besën dhe me hek dorë prej tij, dhe këta njerëz domethënë e meritojnë këtë kërcënim që ka thënë këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se këta njerëz domethënë janë domethënë ose e bëjnë ose japin besën e tyre për vetëm se për interesave të dunjas. Do thonë, ajo që i çon ata, që m'ia dhën besën pushtetarit, janë interesat të dunjas. Po nuk u përmbushën ato interesat të dunjas, ai nuk e përmbush domethënë besën. Edhe keni pa ju
kur kanë dalë ata me demonstru Ikhwanul Musliminët në Egjipt, në Maroko, në këtu në aty, thonë buka është shtrenjtu. Po, në Egjipt kanë thonë, buka ka hyp, çmimi i bukës ka hyp. A që në Maroko, çështjet e arsimit e shumë e radh, çështjet e mjekimit, do thonë, gjitha çka në ata? Interesat të dunjas. A nuk janë këta interesa? Buka, çështjet e spitalit, e shumë e radh. Kur do dalin ata pastaj kundër pushtetarëve, kur do rebelojnë kundër pushtetarëve, atëherë gjithë sistemi domethënë prishet. Atëherë as nuk do ketë, edhe ai, domethënë ata shërbimet mjekësore elementare që janë, atëherë edhe ata do zhduken. Atëherë edhe shkolla nuk do shkojnë në shkollë. Tash po dëgjojmë se fëmijët në Gaza nuk kanë shku 2 vjet në shkollë. Fëmijët në Gaza nuk kanë shku 2 vjet në shkollë. Po normal, ti kur bën luftë, kur bën trazira, kur bën përplasje, me armik që nuk je përgatitur të përballesh, atëherë ndërpriten rrugët, ndërpriten shkollat, ndërpritet sistemi shëndetësor. Edhe këtu domethënë, nuk e japin besën për vetëm se për interesave të dunjas. Po përmbushen ata, a keni pa ju edhe atëherë ajo pranvera e perëndimit që sinu në vendet arabe ta bëjnë, edhe tash asnjë nuk del domethënë dun shëratën e Allahut, më thënë. Jo, nuk dalin asnjë. Çka intereson do thonë çështën e pushtetit, jo po ka punësu vetëm familjes vete, jo po kështu, jo po ashtu. Edhe pastaj janë pasojat shumë më të rënda se sa domethënë si ka qenë në situata e mëparshme. Pastaj thotë Sheikh Rabia rahimullah, dhe këta njerëz të tillë, kur nuk e arrin qëllimin e tyre, që domethënë u pengohet diçka prej dunjas dhe nuk e përmbushin besën që ja kanë dhënë pushtetarit, jo vetëm kaq, po i rekrutojnë pasuesit e tyre. Dhe i nxisin emocionet që me dalë domethënë dhe me rebelu. Prandaj domethënë këta njerëz hyjnë dhe meritojnë këtë kërcënim. Që janë domethënë për njerëzve që Allahu nuk do t'u flas, nuk do t'i shikojë, nuk do t'i pastrojnë dhe kanë dënim të ashpër ditën e gjykimit. Prandaj çështja është ti me shikues si e ke punën me Allahun subhanahu wa taala. Ata avanturat e ikhwancave haroj ata. Do kalojnë shumë shpejt. Nesër do qëndrosh para Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto kërcënime janë kërcënime të ashpra. Janë kërcënime domethënë të ashpra. Barakallahu fikum. Dhe ka thënë biri El Farukut radiallahu anhuma, Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, ka thënë se unë nuk di tradhti më e madhe se ajo që njeriu me a dhënë besën një pushtetarit e pastaj domethënë me dalë dhe me rebelu kundër atij. Kjo është fjala o Abdullah ibn Omerit. Kjo nuk janë këtu rabjofcat. Nuk janë këta rabjofcat. Janë këta domethënë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot nuk di tradhti më e madhe se sa më ia dhën një burr një pushtetarit besën e pastaj çka? Me prish atë besë, me thy atë besë duke dalë dhe duke rebelu kundër atij pushtetarit. Kjo ka qenë menhexhi i sahabëve ridwanullahi alejhim. Nuk ka qenë menhexhi i sahabëve ridwanullahi alejhim çështja e Sayyid Kutubit. Këtu i bëjmë disa pyetje Sheikh Rabiz rahimahullah. Pyetësi thotë që ka raste për shembull një person të jetë njeri i varfër. Po vesh petka ose rroba të bukura. A hyn tek çështja domethënë ailun mustakbir, a hyn tek çështja domethënë një i varfër me ndjemadh, a hyn tek ky kërcënim? Sheikhu thotë Sheikh Rabia rahimahullah, jo.
nuk hyn domethënë kjo veshje e petkave të bukura, të mira, të pastërta, nuk hyn domethënë te çështja e kibrit, te çështja e mendjemadhësisë dhe arrogancës, sepse mendjemadhësia është domethënë që mi nënçmu njerëzit dhe me refuzu të vërtetën. Kur vjen e vërteta, e refuzon. Kjo është domethënë mendje madhësi. Dhe e përmend këtu Sheh Rabia rahimahullah fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se inna Allaha jamilun yuhibbul jimal. Allahu është i bukur dhe do të bukurën, dhe el kibru batarul haq wa ghamtun nas. Por kibri, mendjemadhësia, është domethënë që me refuzu të vërtetën, mos me pranu të vërtetën dhe me i nënçmu njerëzit. Kurse thot shehu, me qenë i përmbajtur, me erujt vetën domethënë që mos me u lyp të tjerëve edhe nëse ke nevojë, kjo cilësi, thot shehu Sheh Rabia rahimahullah, është cilësi e lavdruar. Cilësi e lavdruar, që njeriu edhe pse ka nevojë, nuk u ashtron njerëzve dorën, nuk u kërkon, por e përmban vetën, e ruan dërshmërinë e tij, duke mos e shtry domethënë dorën e tij dhe me lyp të tjerit. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa'a min as-sabr. Përkthimi është kush ruan dërshmërinë e vet. Kush e ruan dërshmërinë e vet, Allahu do ta bëjë të ndershëm. Që ai njeriu i tillë, domethënë. Kush mundohet të jetë i pavarur nga të tjerit, Allahu do ta bëjë të tillë. Ama duhet kush mundohet. Kush mundohet. Jo kush flen. Kush bën gjumë sa don. Barakallahu fikum. Kush mundohet të jetë i durueshëm, Allahu do t'i jep durim. Dhe askujt nuk jo është dhënë ndonjë dhuratë më e mirë dhe më e gjerë se sa durimi. Pastaj e përmend Sheh Rabia rahimahullah një ajet madhështor, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darbatan fil ard, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf, ta'rifuhum bisimahum, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Lëmosha u takon të varfërve, të cilët janë në rrugën e Allahut, e nuk janë në gjendje të udhëtojnë. Prandaj, ai që nuk e din gjendjen e tyre, mendon se ata janë të pasur. Allahu akbar. Ai që nuk e din gjendjen e tyre, për shkak ai e ta'affuf, ai domethënë mendon se janë ata të pasur. Ata i njeh nga vetë pamja e tyre, por nuk kërkojnë e as nuk i mërzisin njerëzit me kërkesat e tyre, por e ruajnë veten, ndershmërinë. Edhe gjitha kjo domethënë me tregu shehu Sheh Rabia rahimullah se kjo është një virtyt domethënë e lartë dhe e lavdruar. Që kështu domethënë edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leysa al-miskinu alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan, wala luqmatu wala luqmatan, innama al-miskinu alladhi yata'affaf, waqra'u in shi'tum qawlahu ta'ala, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, nuk është i varfër ai të cilin i jepet një apo dy hurma, ose një apo dy kafshata. Miskini i vërtet, i varfri i vërtet, dhobekti i vërtet është ai që e ruan ndershmërinë, nuk lyp edhe pse ka nevojë. Edhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, po të dëshironi, lexoni fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Domethënë ata nuk u kërkojnë njerëzve, as nuk i mërzisin domethënë me kërkesat e tyre, por e ruajnë ndershmërinë e tyre dhe i përmbahen kësaj domethënë cilësisë të lartë. Edhe këtu te pyetja e fundit, është ajo që u përmend në fillim, domethënë
wa ma yu'adhabani fi kabir, ata nuk dënohen domethënë për diçka e madhe, thot Shekh Rabia rahimahullah, është për qëllimin domethënë se është e lehtë që ti shmangesh kësaj, domethënë i lehtë ti shmangesh pa pastërtisë gjatë kryerjes së nevojës së vogël dhe çështja e mbajtjes së thashmethemeve, por është wa innahu la kabir, ay fa huwa inda Allahi kabirun. Por është mëkat i madh, domethënë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu edhe në fund të këtij kapitullit, dhe mjaftojmë sot me këto dy kapituj. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.